Ishte mesi i primet, dritat e forta të studios ndriçonin çdo cedh dhe publiku ishte i ngarkuar me energji. Kamera po lëvizte nga një banor te tjetri, ndërsa tensioni dhe batutat ishin bërë pjesë e zakonshme e mbrëmjes. Në një moment, shëndriti, me atë natyrën e tij kurioztare dhe paksa provokuese, u shkëput nga të tjerët. Si një spion i vogël, ai u afrua ngadalë drejt zonës së dushit, duke parë her pas here nga kamerat sikur po bënte diçka të ndaluar. Publiku në studio filloi të murmuriste, duke kuptuar që diçka po ndodhte. Ai hodhi një sy brenda dhe pa e disën në dush. Nuk foli me një herë, por qëndroi për një moment duke parë, pastaj me një buzëqeshje tinzare, tha: "Oh, po ti pas ke edhe shkrim këtu mbrapa." E di se si shpëtoi një reagim i menjëhershëm mes habis dhe të qeshurës. "Qa po bën more? Kur mi pe ti?" Shëndriti, pa u tërhequr, vazhdoi me ton shakaje, "Po ti I ke bërë për mos me u dukur apo për me I lexu ne? Se këtu është një shkrim I gjatë fare." Publiku shpërtheu në të qeshura. Disa nga banorët në sallon filluan të reagojnë, disa qeshnin, disa tunin kokën sikur situata po shkonte pak larg. E di se tani I kishte kaluar nga I qeshura në një siklet të lehtë. "Jo seriozisht, qa janë këto? S'është për me bërë kështu." Shëndriti ngriti supet, ende në humor, "Po mirë, unë veç po them ishte aty, s'mund të injoroja." Në këtë pikë, situata filloi të bëhej pak e tensionuar. Publiku ishte I ndarë mes të qeshurës dhe një ndjenje sikleti. Kamera kaloi tek banorët e tjerë, disa prej të cilëve po përpiqeshin të ndryshonin temë. Pikërisht atëherë ndërhyri Ledioni, duke marrë kontrollin e situatës me një ton më serioz, por të qetë, "Shëndrit, mjaft me kaq." Ishte batut, u kuptua. "Mos se zgjasim më." Shëndriti u kthye nga ai, duke buzëqeshur lehtë, "Po mirë, mirë e lam." Ledioni vazhdoi, duke I u drejtuar edhe Edisës, "Edisa, mos u shqetëso. Jemi live, ndodhin edhe këto, por e mbajmë respektin." Edisës mori frym thellë dhe tha: "Ok, në rregull, po thjesht mos e teprojmë." Atmosfera në studio filloi të qetësohej. Publiku duartrokiti lehtë, ndërsa tensioni u shpërnda. Kamera u kthye te pjesa qendrore e skenës dhe Ledioni e mbylli situatën. "Mirë, vazhdojmë me pjesën tjetër të primet." Dhe kështu, një moment që mund të kishte dalë jashtë kontrollit, u kthye në një episod të çuditshëm, paksa të sikletshëm, por edhe të mbushur me humor që publiku do ta komentonte gjatë edhe pas përfundimit të spektaklit.